Nisja në fakt me Artemis 2, duke qenë se po afrohet gjithmonë e më shumë kjo ditë kur më në fund do të bëhet e mundur, edhe pse e pam në lajmin më sipër që do duhet jenë ca kushtet mira specifike, por fakt ajo çfarë shpeshherë besoj të gjithëve i bën përshtypje lidhur me këtë profesion është si arrin ta menaxhojnë stresin, ose më saktë si e marrin përsipër diçka të tillë. Është shumë impenjative, është shumë e guximshme dhe duket sikur po del si një rrëfim nga filmat fantastiko-shkencor, apo nga librat fantastiko-shkencor. Fakt është diçka që po ndodhe aktualisht dhe ne po e shohim me kuipazhin e misionit Artemis 2, i cili, siç e tha më herët, po i afrohet një prej momenteve më të rëndësishme në eksplorimin modern të hapësirës, por përpara nisjes, astronautët ndjekin një ritual të veçantë që i largon përpak nga tensioni i misionit. Pak qaste përpara startit, ata u mblodhën për të luajtur letra, një traditë e hershme e NASA-s për të krijuar qetësi dhe përshëndrim. Sipas një ish astronauti, i cili është personi që po e shohim në video, Jerry, quhet, ky ritual ndihmon ekuipazhin që të menaxhojë stresin dhe të forcojë bashkëpunimin në prag të një udhëtimi goxha të rrezikshëm. Artemis 2 është një hap kyç drejt rikthimit të njerëzit në hënë, duke shënuar padyshim një fazë të re në ambicet hapësinore, por kërkon përgatitje, kërkon përkushtim dhe kërkon mbi të gjitha që këta astronautë jenë të sigurt deri në përfundim të misionit të tyre. Shohim mes 4 astronautëve që do të nisen edhe një vajzë prezente, kështu që patjetër edhe ky është një lajm i madh dhe shumë i rëndësishëm. Tani shohim çfarë do të ndodhë, çfarë të reja do të kemi nga Hëna apo nga Marsi, planeti i cili gjithmonë ka qenë në lupën e vëmendjes së shumë njerëzve për të kuptuar nëse mund të ketë aty diçka e cila sinjalizon jetë. Është diskutuar shpesh. Ditën e djeshme që ishte një prilli, ndoqëm edhe atë shakan që ishte bërë nga NASA, që lajmëroi gjithëve se kishin gjetur ujë në Mars, po edhe pse nuk mund të quhet kjo eksaktësisht shaka, se disa gjurmë edhe janë gjetur. Tani nuk po flasim për burimet pashtershme, por janë gjetur gjurmë të cilat mund të çojnë në dyshime të tilla se ka një prezencë të ujit në Mars.